duhet kuptojmë me këto analizat cilët bëjmë në skenë krimi është një kritik pozitiviste nda të gjithë prokurorëve të prokurorisë speciale dhe byros kombëtare të hetimit që të lëvizin duart për çështje të rëndësishme, siç i përmendëm inceneratorët, teatri e të tjera me radhë. Nëse ka vepër penale, le ta gjejnë, nëse nuk ka vepër penale, të mbyllet kjo histori dhe ne të rrimë të qetë që nuk ka pasur vjedhje, e të tjera nuk ka pasur korrupsion e të tjera me radhë. Por përgjigje për këto histori do duhet të ketë. Një tjetër përballje cilët e presin, le të themi, shqiptarët duke si një ndeshje derbi, është përballja e kryeministrit Edi Rama, nuk e di do ndodh apo jo, me ish kryeministrin Sali Berisha në gjykatë. Siglën të vetëm dhe rikthehemi për diskutim. Mirë, për të kuptuar më shumë se çfarë do të ndodh, le të themi me kërkesën që ka pranuar gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për thirrur Edi Ramën si dëshmitar në çështjen Partizani, unë po ju pyes juve, Çollaku tani, ka ndonjë domethënie kjo, e prisni një përballje të tillë? Sigurisht që po, sepse ky nuk është një fakt i panjohur. Ajo çfarë ne po diskutojmë këtu pikërisht për këto vakumet e veprimeve të strukturës posaçme, këto boshllëqe të lëra, unë nuk besoj nga mungesa e dijes, as nga naiviteti, as pakujdesia procedurale. Frika? Është përgjigjja është brenda mungesës veprimit. Të nderuarit hetues, prokuror, agjent BK-s, gjithë që kaluan ndosjen Partizani në përduar, ne kemi lezuar një pjesë konsiderueshme për shkak të punës, dhe unë aty edhe ne identifikojmë ca komedira të vogla që kanë rashkitur në përfaqe, por vetat e zotërit aty ku shkruajnë në dokument thonë, kjo ndryshimi i destinacionit të klubit aty, kjo është fillesa e pretendimeve të mëvonshme, është bërë nga kryetari i Këshillit të Rregullimit Territor të Bashkisë Tiranës. Pra ata nuk e di se sa shumë janë lodhur Këshilli Kombëtar i Rregullimit Territor të Bashkisë Tiranës. Nuk është i Bashkisë Tiranës, se paska Aso kohë ashtu ishte. Kështu ka qenë atë kohë. Pastaj kalon ky vendim në KRTSH-n e Shqipërisë dhe konfirmohet ose refuzohet nga Këshilli. Tani, Këshilli i Rregullimit Territor të Bashkisë Tiranës. Prokurorët Bashkinë e Tiranës nuk e kanë pasur në Hong Kong, as Singapur, as Tajland, as në Kinë, edhe aty po të kishin pas me letër porosie kishin gjetur kush është kryetari i Këshillit. Kryetari i Këshillit dhe kryetari i Bashkisë. Po si më nuk e dinë kush është kryetari? 250.000 punojës janë aty që ta gjejmë të fshehur, kryetari i Bashkisë është. Dhe nuk e shkruajnë dot emrin. Nuk e kanë shkruar fare. Nuk e shkruajnë, është kryetari i Këshillit të Rregullimit të Territorit. Po vazhdo më tej. Po mirë, nuk i gjetën emrin këtij, po ka antarët i morën në për ty. Tani se ka dhe sekretari teknik, ka dhe antar, ka dhe firmtar. Tani, po këta njerëz të tjerë që kanë gatu këtë vendim, kryetari i ka hedhur firmën, u bë i vlefshëm. Pse nuk e pyet ti? Pse nuk e thret ti këtë? Dhe ky veprim, ky dosje nuk mund të kaloj, se prokurori i kaloi. Edi Ramës në atë kohë vendim kolegjial ishte, vendim kështu në masë që ishte i Këshillit të Këshilli, po. Pastaj Rama e siglon se kryetari që siglon. Kryetar, po patjetër. Tani vjen tek këshilli, tek kolegjialiteti i famshëm. Po këta ministrat që ishin në këshillin e ministrit Berishën që firmosen, pse si ke pyet? Se këta kanë dakord për këtë punë. Po. Merrin gjithë ato. Kolegjialitet, merrin gjithë kolegjialit, por nga del salla do thoshte. Vendimet kolegjiale janë vendime në masë kur janë strukturat që kanë disa vota. Do ta bëjmë procesin në stadium se s'na del salla. Se do marrësh qeverin, bashkinë, këshillet. Është mega proces interesant. E imagjinon dot? Proces interesant. Dhe tani këtu zotëri gjykata, kjo është kërkesë e mbretësve ligjor të zotit Berisha, zotit Maltezi, pra e avokatit. Është pranuar nga gjykata. Po, është pranuar se nuk mund ta rrezosh proceduralisht, por ja ku kemi avokat. Si mund të thosh gjë kësaj gjëje ti? Nuk sta marr dot. Si thosh, o më dozë, nuk më thuj po. Dy gjëra kë. Tani zotëria do të shkojë ti. Pyetja është, po do shkojë ky atje? Po kjo për këtë kam pyetje pra, shkon për ballet. Nëse nuk shkon, si është Muhameti dhe Mali, vjen Mali dhe Muhameti dhe zotëri, vinë të marrin ata. Tani Rama ka hyrë në ato binar që nuk ka nga shkon pa mrike godina ke treni siç ka qefti thotë. Do marri trenin për shku te godinat e treni. Pastaj aty do kemi përballje, pyetje përgjigje interesante, besoj se është pjesë e procesit. Në tani për që ndoshta dhe pak serioz me këtë histori, sepse kjo është një histori e cila e la Berishën. Komedi kanë shkruar ata, ne po e lexojmë. Po, ata mund të kenë shkruar një komedi aty, unë nuk e vëm dyshim se pavarësisht se unë përpiqem të ruaj një balancë. Ndoshta do presim sa bëhet teatri që ta luajmë të teatri. Unë përpiqem gjithnjë që të ruaj një balancë komunikimi këtu në skenë krimi, sigurisht të jap gjithnjë le të themi përparësi. Në skenë krimi s'ka balancë, ti ke vënë emrin skenë krimi. Ka vendos, por ka një prezumim pafajësie pavarësisht se është skenë krimi derisa të gjendet kush është fajtori. Kjo prodhoi në realitet e la Berishën një vit rreth shtëpie.
Që është e vërteta. Dhe ishte një goditje politike, po themi. Për diçka tjetër? Po. Duhet të remi të korrekt aty pastaj vazhdo me pjesën tjetër. Okej, po mirë, po kjo dosje ishte që e bëri. Sigurisht dosja ishte, por ishte diçka tjetër. Sepse që refuzoi të shkonte. Mirë, pra është anë procedurale, por kjo dosje që zana filla për proceduralitet, për gjë tjetër pyet nga ana gazetareske është ta çan nga Basiri këtë pjesë. Çfarë do ndodh? Atëherë shqiptarët kur të vijë ajo ditë që do jetë e largët. E largët? Po. Do ta refuzoj, unë kam këtë bindje. Okej. E para një do jetë e largët për shkak se nga ana procedurale ky gjykim është i zakonshëm, që do të thotë domethënë që merr kohën e vet në seanca gjyqësore. E dyta fillohet me dëshmitarët e prokurorisë një herë, dhe prokuroria ka dëshmitarët e vet. I pari fare që pyetet është Tauland Balla, sepse Tauland është kallëzuesi i asaj. Edhe Taulandi mund të ketë gjëra të bukura aty. Se shku Jakomoni ai. Sepse i qun nga Tirana, Jakomoni është që ka tokët. Sepse vërtet është si të thuash kallëzuesi dhe personi i thirrë nga prokuroria, po do marrë pyetje edhe nga gjykata dhe nga mbrojtja e zotit Berisha. Pra nuk do jetë aty thjesht për të lexuar letra. Për të lexuar letra. Pra do bëj edhe ai pyetje dhe mund të ketë të show, le të themi. Pastaj do mbaroj gjithë lista e atyre dëshmitarë që ka thirrë prokuroria, të cilët janë shumë. Gjithë ata që kanë qenë te klubi Partizanit në përministri të këta gjëra. Përfituesit të ndërtuesit dhe pastaj brapa do vazhdohet me le të themi me mbrojtjen, me dëshmitarë që ka thirrë mbrojtja. Dhe duke pasur parasysh se si ecën gjykata në Shqipëri, vonesa në tetazhe këtij tipi. Kur e pret këtë? 2027, vitin tjetër në këtë kohë. Mas një viti, po themi. Kismet. Po ndodhi. Sigurisht, unë nuk pres që Rama ditën e parë që ata ta thresin të shkojë aty. Pse? Pse mos shkojë është? Po sepse arroganca tipike e këtij kryeministri dhe për mënyrën se si ai shikon, le të themi, të gjithë poshtë vetes, ai nuk do t'i bindet një urdhri, cili do qoftë ky, edhe te një institucion siç është gjykata, GKK-ja në rastin konkret, që në herën e parë. Pa ka pasur ligjore. Pasuar do thresin një, do thresin dy, do thresin tre herë dhe pastaj do t'i thonë që si e ke agjendën ti zoti kryeminist, e kam këtu. Ditën e dielë ke pushim ti po, ditën e dielën do bëjmë gjyq, do vish në gjyq. Se nuk shkon të marrin me forcë kam përshtypjen, no? Se me forcë nuk ka polici shkon e merr atë se do shkarkojnë nga puna hallexhin pas e mrapa, po shkojnë ta çojnë te BKH-s me patllagë. Po mund shkojnë ata me patllagë. Ata shkojnë, ata nuk pyesin. Ata nuk thjesht i sigurt. Kështu që pastaj do jetë një show i madh. Pse do jetë ky show i madh? Ka dy gjëra aty. Që do merret në anas me seriozitetin e duhur, zoti Rama teorikisht nga dëshmitar mund të kthehet në një të akuzuar të nga ana e drejtësisë. Tani, pa ka hapësirë ligjore. Kur ke parë dosjen, kur ke lexuar dosjen avokat Leonard Karaj, ke parë tendenca që mund të ketë mundësi për të ngritur akuzë kryeministrit? Unë shikoj tani, ta kam thënë 100 herë. Unë sulmin e kam pa lek. Mbrojtjen po, se jam avokat. Kështu që prokurorin e zotit Rama unë e bëj pa lek dhe me dëshirë. Po duhesh të bëj zotit Berisha, se nuk ja përtoj kërkujt. Pra ai sa unë kam mundësi të flas. Janë të dy fajtor po thua. Jo, nuk e kisha në raportin e fajtorit, në të gjës. Kështu që në rastin konkret si prokuror, me aq sa kam lexuar unë dosjen, dy pyetje janë aty. Ke ndryshuar destinacionin, sepse ka ndryshuar ky vendim i Këshillit i drejtuar nga zoti Rama, se për ndryshe nuk bëheshe. Do duhet që Berisha aso kohë të ndryshonte totalisht dhe një ligjin. Të kishte një vendosje, nuk bëheshe. Se Rama është i pafashëm në ndryshim, pavajësia ngjitet lart. Po, dy. E dyta, ke dhënë një leje ndërtimi. E kam pyetje pra këtë. Po pra, ke dhënë një leje ndërtimi. Më fal që lexuam. Cila është arsyeja që ky leje ndërtimi nuk u zbart për shumë kohë, aq sa u desh një vendim gjykate për të cilën u vu një u penalizuar dhe bashkia. Të shpërblim për 400.000 euro. Sepse 400.000 nuk i pagoi Rama më burr, me atë rrogën 3 milion lekë që kishte. Ka shkaktuar dëm financiar. Po, i paguan ti dhe unë ato. Taksat e shqiptarëve të banorëve të Tiranës ka qenë. Nuk e klasifikuar vendim pa drejtë vendim bashkisë. Pra, këto të dyja mua më mjaftojnë që të i bëj prokurorin zotit Rama. Kaq më mjafton. Pastaj se çfarë vepre penale mund të dalë është tjetër histori. Avokatin e merr me vete. E treta, ajo që unë e shikoj si një tragjikomedi këtu, po më shumë komedi, është fakti domethënë që deri kur të mbaroj kjo histori, pra kur të marrë një vendim formës për, çfarë do lloj gjëje që të konsumohet në këtë gjyq, po do ketë nga ana penale pasojë zero. Sepse vepra penale për të cilat parashikohen në këtë gjykim, në këtë proces gjyqësor,
Sot një pjesë janë parashkruar, në vitet në vijim, 2-3 vite, parashkruan të gjitha. Pra ka më shumë ngarkesa politike se sa juridike dhe penale. Pra nuk ka lidhje fare, do t'ua themi shqiptarët. Ta mbyllim fare, do prodhoj vetëm efekt mediatik. Por jo efekt penal. Pra penal. Askush i arrestuar, askush i gjobitur. Kjo është historia. Po, tani shpërdorimi i detyrës aty është ka marrë fund. Ka marrë korrupsioni. Korrupsioni. Edhe ajo. Se ka dhe gjë, çfarë ka shkëmbyer palat në korrupsion si veprës? Kemi edhe Nardin që e di më mirë. Pra, ky i akuzuar për korrupsion, sepse çfarë i ka dhënë Rivierit që e korruptoi. Se këtu mungon edhe prova e pretenduar dhe fabula dhe të bie fabula me cilën ka ngritur akuzën penale. Nuk e di këta kanë shëm teatrin dhe luajnë teatr atje. Jo, unë do të them kështu Abasi, më ngjë me kujdes. Unë kam i natë teorikisht po them, ja marr për Maltezin. Po. S'kam asnjë lloj arsye, po e bëj. Fabula, ose kam zili. Pse ky u bë i pasur? Edhe unë nuk u bëra, kam zili. Pyetja që unë ngre është, nëse nuk do të jetërsoheshe pronat e Partizani, ku unë jam rrit. Edhe kujtoj shumë mirë, domethënë se aty kam kalu fëmijërinë. A do ndërtonte dot Xhimi Begia, Ama Maltezi, Bektashi, kush janë aty? Do ndërtonin dot? Unë them se jo. Jo. Ka që të thjesht. Tani vendimi Berishës, a kolegjal, a imponuar, nuk do kishte pik vlerë në rast se Zoti Rama një vit më vonë, në 2007, nuk do bënte këtë lloj tjetërsimit pronës. Sepse ta kam shpjeguar më përpara. Ligji 2006 thoshte ish pronarët, se dhe lejet Rama i ka dhënë prapë, do bëhen pronar, po pa ndruar destinacionin. Pra këta thjesht do hiqnin nga drejtimi Alberxhani si president i klubit Partizani dhe do bëheshin këta president, po klubi do ekzistonte, do rinte aty. Teorikisht, ti do thuash tani, po pse këta do marrin klubin, do marrin sportistën. Po shkëmbimi ka jo. Jo, e kuptoj. E kuptoj këtë histori. Po problemi është që për të arritur te kjo, duhej me patjetër firma e Edi Ramës. Tani Basiri apo dikush tjetër mund të thotë, po këta kanë 30 vjet bash, çfarë problemi kanë? Ore, kjo është mund të jetë kështu. Këtë ta thoja unë tani, kisha gati. Këtë mund të jetë totalisht kështu, por është një fakt konkret dhe këtë e mbyll këtu. E mbyllim që të kalojmë te çështja tjetër. Nga 1998, kur Edi Rama është futur për herë të parë në politik dhe po e marr sikur dhe Sali Berisha është futur për herë të parë në politik në 1998 për t'i barazuar. 28 vite. Zoti Rama ka 26 vite pushtet. Nga 1998. 2 vjet 28. 2 vite kryebashkiak, 11 vite 2 vite ministri kulturës, 11 vite kryebashkiak, u bën 13. Edhe 13 vite ka tani kryeministri, u bën 26, po themi. 26, okay? Berisha ka gjithsej 8 vite kryeministër dhe 20 vite si opozitar. Ky zotria ka 26 vite në pushtet dhe 2 vite si opozitar. Kujt dhe kush ka bërë për shumë dëm nga 1998 deri në 2026. Ky që ka 20 vite në opozit dhe 8 vite kryeministër. Nuk lexohet kështu kjo. Po si lexohet kjo? Kur vjet në këndar, kjo punë nuk vjet kështu, se mund të ketë pas dikush shumë të ndershëm që për 30 vjet i ka bërë dashuri dhe vjen njëri për një vit të shkatrosin. Jo, e mbyll Abbasin fal. Jam me Andin, pse? Po mima, ta mbyllun. Jo, vazhdo, po do ja përgjigjem pse. Vetëm ka gjë them. Unë këtë llogarit i bëjnë tjerët. Unë bëra një llogari matematike. Unë thash, ky zotëria ka 26 vite në pushtet, nga të cilat dhe 26 pushtet dhe 2 vite si opozitar. Ky tjetri ka vetëm 8 vite në pushtet dhe 20 vite si opozitar. Gjithkush pastaj bën llogarit vet. E qartë. Sepse jam me ju Andin në këtë gjë, se rezultatet i masin veprat e udhëheqësve dhe të qeverive. Tani, Berisha bërë rrugën e kombit. Kjo është vepër shumë e rëndë. Si mund të lidhesh ti kombin me rrugë? Ja. Berisha goditi 40 banda kur ishte ministri i Sokollodashit. Mund ta bësh të keqë popullit, të heqësh qafe banditët. Kjo është vepër shumë e rëndë. Rama karmbizoi Shqipërinë. Kjo është lumturi e madhe, gjithë ashas, gjithë me lekë në përduar. Droga ishte, po hajde marrim me lekë dhe ke droga. I bërin nënën e bëri se 2 milionë euro 1 kilometër rrugë. Po bëhen rrugët me pak lekë si në Evropë. Rruga do lekë shumë se do të vjedhim. E bërim se 2 milionë kilometër. E bërim po Berisha nuk na renditi dot në 6-7 vendet e para trafikut drogës. E arriti Rama, na mori medalja ari, vend parë, vend dytë për trafik kokaine. Ku kemi si ne? Kush na ka dëgjuar zërin ne? Ne kemi dëgjuar fshat në Ballkan diku. Vota flet ndryshe Çollaku. Nuk flet ndryshe. Duke folur me njerëz që kanë provu votën terren. Flet ndryshe vota. Jo, vota flet ndryshe në vot. Vota?
Kur është bërë votë? Kush ka votuar? Qytetar kanë votuar? Formula e pagëzimit është në 8 nëntor 1462 në Matsukut të Matit, pra e martatit birit shpirtit shenjtë. Amen. Si po pas kanë votuar njerëzit? Po do kanë shkuar thas me kuintala me ndrok horë. Me detyrove të flas tani. Se ke këtë vesti, do t'i nxjerrish nga puseta letrat. Në vitin 2020, Prokuroria e nderuar e posaçme ka më një dosje që ka marrë nga partnerët tanë evropian dhe amerikan për të përmend një band, po ti marr me radhë Elbasanin. Tani çohet kriju bandës, që sot është i lirë. Ndrohen policët, nuk ndrohet personi në kërkim. Për sulçelën flet. Elbasani tashte, po kush nuk e di. Kush ka hyrë në shkollë lexon abetaren e di këtë punë. Ergysa Gasi atje, Çela, Bajri. Ky zotëria duke folur me gjyqtaren e panderuar sepse është dënuar kjo për pjesëmarrje. Atimi fetau. Po. I thot, vajzës të tregoj jamës, këta kishin folur me Taulantin. Kishin folur me Taulantin dhe i kishin kërkuar atij një listë emra shpërtu arrestuar dhe në këmbim, clearing, si pallatet, ne ju sigurojmë 9 mandate për Partinë Socialiste në Elbasan. Ne thot jemi kamikazët tuaj. Pjesëdosje kjo, ha? Është shkrepje. Mi shkruaj qartë, i thot ai, i kishte thënë Taulandi pas rrëfimit të Çelës, t'ia çoj Ramës. E di kush është Rama ti? Kryeministri. Për Ramën e kemi andi, ha? T'ia çojmë Ramës thotë. Rama ka shumë biemra këtu. Dhe Edi Ramës, më Ramës, Taulandi le çoj Ramës. Rama, Basha, Berisha janë biemra popullor shumë. Po ndalemi te kjo meseleja tani. Ky thotë t'ia çojmë Ramës, ra dakord ai, u ba thotë ai. U kthy porosia mbrapsht, në rregull. Ne arrestojmë njerëz që doni ju na jepni 9 mandate, po marrni fjalë. Pra krimi organizuar. Që ata kishin prokurorin të kapur, gjykatën po, antidrogën po, spitalin po, se janë aty ndosë tani, ha? Gjyqtarët po. Këta që kishin pushtuar qytetin grupi kriminal, i garantojnë partisë 9 mandate. A quhen këta zgjedhje? S'kam pyetje tjera thonë sa nxënësor. Ose po Odir ka bërë disa raporte shumë të mira, të cilat janë copy-paste, është kjo shprehje që kopjojnë çfarë është shkruar vitën përpara, e ripublikojnë, sigurisht vendosin në duke të gjithë këto elemente. E mban mend 2 fjalitë e ndritura të Sobe Odirit për zgjedhjet? Se dhe këta më në fund u bindën, 2 rreshta. Parti Shtet 1 dhe krimi organizuar ndikojnë zgjedhjet. E po le t'i japin një zë më të madh. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur një vrasje në qytetin e Memaliajt, një vrasje e cila sigurisht është ende në ato hetimet paraprake, por ne do përpiqemi të kuptojmë se çfarë ndodhi. Të lutem, regjia, më kalo me insertin për kuptuar kush është autori, viktima, le të themi backgroundet e tyre kriminale dhe rikthehemi për diskutim. Rreth 2 vite pas masakrës me 3 viktima në Memaliaj, ku mbeti i vrarë Shiqëri Kalemi, Gledian Muka, Marcel Çela dhe i plagosur Artur Kalemi, ky qytet u trondit sërish nga përplasja e grupeve kriminale, mbrëmjen e 21 prillit. Endri Goxha, 30 vjeç, i njohur me Nofkën Supe, do të ishte viktime të shtënave nga Donald Nela, i njohur me Nofkën Tupja. Ky i fundit shoqëroi në momentin e ngjarjes nga 2 vëllezërit e tij, Mariold Nela dhe Dali Nela, i cili mbeti i plagosur rënd, shkak shkëmbimi i zjarrit mes 2 grupeve. Goxha i mësoi se ndrroi jetë gjatë transportit për në spital. Plagët e plumbave do të ishin tepër të rënda. Dyshimet e kësaj vrasje janë për një konflikt të errshëm mes 2 grupeve kriminale, të cilët janë rivalë dhe që operojnë mes Memaliaj, Tepelenës, Gjirokastre dhe Sarandës. Burimi i përplasjes fatale, ashtu siç ndodhi rëndom mes grupeve kriminale, është sërish çështja e drogës. Autori dyshuar i policisë, i cili është në kërkim, Donald Nela, rezulton me precedent penal. I përfshirë në trafik droge dhe pjesëtar aktiv i një prej grupeve të strukturuara kriminale. Grupi i tij u godit në vitin 2018 nga policia e shtetit. Donald Nela në atë vit ishte një nga të arrestuarit pas përgjimeve ambientale që ishin bërë, lidhur me disa episode të trafikimit të lëndëve narkotike drejt Greqisë nëpërmjet kufirit të gjelbër, e teksa rezulton se bashkë me Ervis Hysajn kërcënonin me jetë Mikel Jorgjin dhe familjarët e tij. Donald Nela rezulton jetuar edhe për një grabitje të një pike këmbimi valutor në Sarandë. Ndërkohë, i vllai i tij është dhëndër në Fisin Kalemi. Fisi, i cili njihet për përplasjet me grupin e Kristo Qiricit, ky i fundit i shpallur në kërkim pas aksionit të SPAK në vitin 2025, ku u sekuestruan rreth 90 pasuri të tija, kryesisht në zonën e Sarandës. Përplasjet më të forta mes Kalemajve dhe Qiricit, 2 grupeve të cilat operojnë në Gjirokastër dhe Sarandë,
dolu në pamje vrasjen Aleksandr Sadigajt, i cili ishte lidhje e kalemave.